2, 1, 3, 2, 1, hopa, he. A të bëj dhe unë edhe këtë episod se kur ditë këndoj? Ha, bëj një. Unë them që në këtë pikë ne kemi një album që po vjen. E po. Baby, where the hell is my husband? Why is taking me so long? He's gay! Ca pate me Megli? Kam me Megli. Qa ka ndodhur Megli këtë fundjavë? Kjo gjoj se muzika shumë e lartë, goca. Qa ndodhi Megli këtë fundjavë? Këtë fundjavë unë bëra një tatuazh. Jo nga kjo të Dhe shkruajta your husband is gay. Jo, unë bëra një tatuazh. Me gjithë respektin do ju a tregoja, por e kam pak të pamundur. Për momentin, do shta kur të vi vera. Unë mendoj që do ishte shumë mirë të na e tregoje vendin që na tregove edhe në WhatsApp. Po ja, episodin tjetër, nuk e di sa view do shkoj ky episodi, sa view do marr ky episodi që unë tregoj tatuazhin në episodin tjetër. Lutem çojini këtë episod për të mirën tuaj, sidomos 200k dhe Megli zbulon tatuazhin. Dhe më besoni për mua që kam parë një vend shumë të bukur. Na ndishte nga shtëpia për më shumë. Everything for them fucking views. Por unë në procesin e bërjes së tatuazhit ndodhi një gjë shumë interesante. Tani studio është shumë nice, është kështu cozy dhe vin njerëz shumë cool te studio që bëjnë tatuazhet. Dhe erdhën dy çuna, goxha çuna, më kishte qefti shifje, macho. Kështu të mirë. Edhe tani ata do bënin tatuazhin edhe unë do mbaroj tatuazhin, do vazhdoj jetën time e lumtur. Tha ata të dy, më thot ky shoku që po bënin tatuazh të dy njësoj. Pra, matching tattoos. Kishin të dy tatuazhe njësoj dhe ishte një numër. Ishte datë apo Jo, ishte numër edhe do bënin kështu në do të thënë ishte njëri e kishte këtu te dora. Që duket, do me thënë, kushte tjetër e kishte këtu te kyçi. E çuditshme. Moj, nuk është ajo që çuditshme, se unë njoh për shembull 3 çuna që kanë të njëjtin tatuazh. Tatuazh është ai? Është Benardi që ka një shqiponjë këtu me 3 çunat e vet, 3-4 shokët e vet. Shqiponja është pak maskuline, më maskullore. Ka një maskullore se një. Mendoj që kjo është një patriotizmi, shpresoj. Jo, nuk është shqiponjë, është thjesht një si barcode, si kod bar me një shqiponjë, kresh shqiponjë, ku diun çfarë është ai, domethënë, po kjo numri është çik se shumë specifike. Po tani si me se na iku këmbë nga emocioni, si me vën 23 të 2. Tani çfarë më thon 23? Kam dashur mia këtu, një e katërta. Po këto janë gjëra, nuk më bën lesbike, Gjesi. Gjëra gocat e bëjnë këtë gjën. Cunat, çka numri mund të jetë ata njëjës së tyre, ata kur u bën çdo dy bash. Mund të jetë ata kur bën sleepover, dy bash. Kur hapën edhe ku hapën në shprehjen, ja ta hapën horizontin. Shiko, unë nuk e di nëse ju e keni parë, por kam përshtypjen që e keni parë në TikTok, kudo është lëndrimi me Klodin që unë vdes në dorë për ata të dy. Janë aq të bukur të lezetshëm. Tani ka dy opsione. Ata ose janë dy meshkuj me një siguri shumë të madhe mbi seksualitetin e vet dhe nuk i intereson fare se si përkthehet kjo në publik. Që ne i duam shumë. Ose janë dy çuna që e pëlqejnë realisht njëri tjetrin dhe e di çfarë më çudit mua. Që i duam akoma më shumë, po që kjo e dyta. Edhe e di çfarë më çudit akoma më shumë, një sekondë se po e lexoja para se të vinim në studio. Çifti moral aty, best ship in Big Brother history. O zot vdeksha për hajër koft. Dhe janë të çuna që i komentojnë dhe unë jam e shastisur dhe them si shqiptarët do bën kaq super. Ato jam unë me account fake. Të gjitha komentet jam unë, komentoj 17 herë në ditë. Ai shkon atje Gjesi dhe thot do të të bëj një çaj. A je mirë? A je mirë sot? A can I send? Vdes maro. I bëj thirrje lundrimit që dua të lundroj në urat e tij. S'do që t'jetë lëndrimi është shumë i bukur. Është shumë i mirë. Bjond apo brun? Brun. Mua më pëlqen bjond. Duket kështu sikur është dëmtuar emocionalisht. Si ta që ke qefti. Ti ke qef një tip si lëndrimi? Kështu pra i sekond, jo është dajtova më shumë se ç'duhet. Ti si ke qef? Ja që do. Tipa si lëndrimi. Ti do zemra një baskat, ç'a ndodhi? Ku i? Po baskat i ka me si ka. Po jo baskat. Pastaj ti nuk ke qef një çun që thot Bukatin entrojmë. Telefoni sa çoj. Maroj deksha. Jo, po është i lezetshëm i bukur, po jo s'e kisha, mund të kisha ndonjë me të. Është shumë i dobët për mua. Pam. E mirë si duhet na lutem. Klodi me gjilondrim. Por, ideja qëndron që shumë goca na kanë shkruar dhe na kanë thënë që sa e vështirë është
të zbulosh nëse një mashkull që po del mund të ketë disa nuanca të tjera ylberike apo jo. Pra, ca goca kanë dyshimet e tyre që i dashur ose çuni që ato po njihen mund të jetë gay. Pa, ne për temën e sotme u inspiruam nga Klodi dhe nga lëndrimi, dhe duke qenë se po e diskutonim me njëra tjetrën, bëm një ask në Instagram dhe tham, prit pak, mund të jetë interesante që t'i pyesim gocat, a kanë zbuluar ndonjëherë ndonjë të dashur ose ish të dashur që mund të kenë patur orientime të ndryshme seksuale nga sa ato e kanë pritur. Dhe me thënë të drejtën, historitë që na kanë ardhur na surprizuan goxha shumë dhe do t'i ndaj me ju sot. Po jo vetëm historitë, Jesse. Po, një vajzë na ka shkruar dhe një letër që neve na inspiroi më tamam për ta bërë temën. Na e vullosi dhe na vuri ishte një letër që kishte goxha dyshime brenda dhe unë do e lexoj tani. Përshëndetje, jam 27 vjeç dhe prej 3 muajsh kam nisur një marrëdhënie me një djalë, që në momentin e parë që jemi takuar, biseda shkonte shumë mirë. Ndonjëherë më dukej vetja sikur po jetoj në një nga ato filmat romans komedi. Gjithmonë takimet tona ishin të veçanta, madje sa herë takoheshim ai nuk vinte kurrë duar bosh. Madje mburesha tek shoqet e mia se si bisedat nuk përfundonin kurrë te seksi. Ai donte të njihte çdo gjë timen. Tani që u shkruaj, do ta kisha menduar që kishte diçka që nuk shkonte. Madje një ditë më ftoi në shtëpinë e tij dhe ishim aq të fokusuar në bisedë se nuk kisha vënë re që gjatë gjithë kohës ne vetëm kishim folur, asnjë puthje, asnjë përqafim, asgjë të ngjashme me afeksionin fizik. Unë fillova të kuptoj që kishim mungesë seksi pasi kaloi muaji i parë. Kur ja shpreh këtë gjë, më tha që donte të ishte diçka veçantë dhe se nuk ishte si të gjithë meshkujt e tjerë. Shoqeve të mia i bëte përshtypje, po nuk është se e flisnim shpesh. Për herë të parë, kemi bërë seks para një jave dhe ishte ai që më kërkoi i pari, por më duk shumë i sforcuar. Aty fillova të analizoja edhe pak stilet e tij. Ai ka shumë shoqe dhe të them të drejtën, ka një marrëdhënie që nuk të bën të ndjerë xheloze. I pëlqen të gatuaj, të dalë për shopping dhe shumë gjëra që vështirë t'i pëlqen një mashkulli. Kam disa ditë që po të çmendoj nga këto mendime dhe nuk di se të veproj sepse ndihem sikur po bie në dashuri me atë djalë. The Nile is a river in Egypt. Your husband is gay. Jo. Tani, ku ka si ky, na e bë dhe 3 të tjerë si ky, edhe 3 të tjerë të lutem to go, delivery. Tani, kam një pyetje. Pse një mashkull gay lidhet me një vajzë, krijon lidhje me një vajzë? Sa arsye ka. Shiko, shoqëria shqiptare nuk është një shoqëri shumë mikpritse, të paktën edhe deri para ca kohësh, ndaj personave me orientim të ndryshëm seksual. Dhe ju e dini shumë mirë se çfarë lloj presioni si nga shoqëria, si nga familja kanë persona që kanë orientime të ndryshme seksuale, kështu që mua nuk më bën habi fare që një mashkull gay të mos e pranoj dot seksualitetin e tij haptazi në Shqipëri dhe të dashurohet me një vajzë. Po nga ana tjetër, unë mendoj që nuk është e çuditshme që një mashkull gay të dashurohet me një vajzë, emocionalisht po flas. Mund të dashurohet emocionalisht, por aty mungon ajo tërheqja kimia seksuale, kështu që nuk do mund të habi. Unë mendoj që përposa sa që the ti që në Shqipëri është shumë e vështirë, sepse ne në Shqipëri është e vështirë, është tabu për shumë gjëra, le më seksualiteti dikujt. Problemi, unë mendoj që njerëzit mund janë dhe të ndrytur me veten e tyre. Pra ai përpos familjes, ai kalon dhe një proces ndoshta mos pranimi ndaj vetes, që është shumë normale dhe ndoshta ky personi, kjo vajza është komfort, pra mund të jetë një shoqe e ngushtë, por ne nuk mund të komentojmë ndjenjat që ndoshta mund të jenë të vërteta që mund të ndodhi që ai mund të dashurohet dhe ta dojë këtë vajzën, por ndoshta mund të ndihet i sforcuar që mund prap është Unë mendoj që meshkujt gay janë shumë egoistë në këtë aspekt, sepse si ti mund të marrësh në qafë një vajzë që ajo mund të dojë ty realisht, po e merr në qafë se ti nuk e di. Në këtë rast egoiste je ti. Pse? Femra, sepse të marrësh vesh që partneri yt është gay dhe po kalon gjithë atë stres dhe luftë me veten dhe ta kthesh te vetja jote si ma bëre mua këtë, është normale. Mund të jetë një moment, më fal Odes, mund të jetë një moment që ajo e përjeton këtë gjën. Pra ajo që thotë si ma bëre mua këtë, por ai personi që vuan më shumë në këtë dyshe është ai çuni që nuk e pranon dot. Mua që po nuk e gjete ty, ai në për into females apo jo? Po njeriu gjatë gjithë jetës është në zbulim të vetes edhe ai ti nuk e di, unë nuk mendoj që një mashkull gay do e bënte me qëllim, patjetër mund të ketë raste, po do ta bënte me qëllim të lidhet me një gocë sepse nuk e pranon dot.
Unë mendoj që personi që për cilin mua do më vinte më shumë keq në këtë dyshe është patjetër çuni. Nëse do e bënte me qëllim, mund të bësh edhe vendor marriage, siç e ke parë kudo, mund të bëj martesë me kontratë, ai të kënaqte familjen e vet, edhe ti të bëje qefin ta. Por në rastin që ti nuk mund të vësh ti veten në këpucët e dikujt që nuk ke për ta përjetuar ndonjëherë, se çfarë mund të ndodhi nga trysnia familjare, ana psikologjike, fakti që ai veten e vet nuk e pranon dot, dhe ti të thosh si ma bëre ti mua këtë, s'është normale. Po nuk e di, ndoshta ai është në një proces të zbuluar. Ai këtë. Ndoshta ai është në një proces të zbuluar të vetes vet dhe mund të ketë patur raste për shembull që ka menduar se e tërheq një mashkull, por këtë femër në do ka plot raste sa të duash. Ndoshta ta eksploroj, nuk është gati ta pranoj këtë realitet, po mund të ketë ndjenja edhe për ty. Ka plot raste sa të duash që meshku i thonë që e dua shumë këtë, domethënë partneren që kam, ama e tërheq ndoshta një çun tjetër, po thotë unë prapë dua. E do si shoqe, e do si kolege, si... Po shiko, unë jam me atë që tha Megli, ti nuk e di kurrë se si ndihet dikush unless ti nuk e ke jetuar. Ne mund të flasim edhe në dyja teori, po bëjmë, kupton se s'është se e dim ne si ndihet. Në fundit njeriu është aq egoista, në fundit ditës mendon për veten e tij. Jo të gjithë. Po për veten e tij, unë s'do që një mashkull gay të provoj me mua, a është gay apo jo, dhe ha se unë pëlqej këtë dhe pori me këtë. Po nuk është, po shikoj, një sekondë herë, se nuk po flasim që ai është gay të pati në klub dhe po provon nga ana seksuale, a mund të bëj seks, por në momentin që ai tjetri po sillet shumë mirë, po të trajton shumë mirë dhe më dyshin e ka me veten e vet dhe ty nuk të ka cënuar emocionalisht, thjesht është kjo gjëja që ai nuk e din ose mund t'i ndodhi më vonë. Nuk ti ai as po të kesh trajton, as po bën teste eksperimentale sociale si kur ti e kavje, ai thjesht po kalon një proces, një journey të vetën që ndodhe që ai dhe ti pjesë e kësaj. S'ka lidhje fare me ty. Në rastet kur ai e zbulon më vonë, për mua mund të okej, ose në rastet që bëhen siç e ti, lavender marriage, që të dy e dinë që fillim fare që është kontratë dhe hajt. Por jo që ai e di dhe ka ndjenjë me vesti që mund të jetë. Po jo, me këtë nuk jam asun. Lidhet për të qenë ose për të mbushur mendjen vetë ose të shtëpisë vetë që ka nevojë për një femër në krah. Po pra, por edhe në rastin që edhe ne po flisim edhe në rastin që ai e zbulon dhe e pranon seksualitetin e tij edhe kur është në një lidhje me ty në këtë rast, nuk mund të thuash shumë egoiste nga ana e gocës se ti thotë si drejshën ma bëre ti mua këtë. Është shumë normale. Po mirë, një pyetje kam. Fare edhe unë lëndohem. Një pyetje kam. Sado që ai është lënduar nga situata që ndodhet vet. Se ti je i lidhur. Është më keq që i dashurit të tradhoj me një çun apo me një gocë? Të marrësh vesh që i dashurit ka tradhuar me çun apo me gocë? Nga ana teorike? Jo, më thuaj teorike në gjendje dhe më thuaj si do ndihesh. Në gjendje, nga ana teorike më mirë me një çun. Nga ana praktike më mirë me një gocë. Egoiste që është vetëm ajo mos cënohet. Unë jam e paprekshme, ai aq e mirë jam unë sa u bë gay. Më tradhoj me mashkull. Jo, ideja qëndron që me një mashkull nga ana seksuale që jam pak e shpifur që mund të ketë mbajtur paralele ty dhe atë me një mashkull. O zotë është të mërë. Se di çfarë mendoj, ai do të rrethë me një mashkull, do e marr vesh, do pim çaj të dy dhe të themi, moj zemra ime, po si ndodhi? Po sipas kemi qenë të njëjtë në këtë marrëdhënie, si e kuptove? Sa vjeç ishe ti kur e kuptove? Në rastin që të ka tradhuar me një femër, ti e kupton që je ti ajo që ke patur, domethënë problemi ka qenë i yti, ndërsa kur ai të ka tradhuar me një mashkull, nuk mendoj që kur dikush të tradhon, problemi është i joti. Thash atë, nuk jam dakord me këtë, po them, mendimi i parë fare që të vjen ty në mendje kur të ka tradhuar me një gocë tjetër, thua, çka kisha unë, e thu në një kështu, thjesht një fraksion sekondi, ndërsa kur të ka tradhuar me një mashkull, thua, okay, pas ka ai. Është problemi. Se nuk po them që fajson veten se tradhtoj, nuk jam me këtë, po shumë ndodha. Në rastin e parë tradhtia është e rëndë në gjitha momentet dhe mendoj që shumë e rëndë do të vi kur ta marrësh vesh ka tradhuar me mashkull, pavarësisht komenteve, po jo më pavarësisht komenteve time tani duke xhiruar të vi një foto e dashurit tënd duke u puth me një mashkull tjetër. Do postirose ti out of all people, se hajt unë që kam thënë edhe po që nuk ka problem, po ti me mindsetin që ke që të pëlqejnë veriorët, do kishe pas Jason do kishte kolaps emocional. Dëgjoj, tash e diskutuam pak në tërësi këtë pse një mashkull gay domethënë zgjedh të lidhet me një gocë, po të ndalemi pak edhe te ca detajet e letrës. Ai bënte gjithmonë dhurata. Po.
Kishin bërë disa date dhe biseda nuk ishte shkuar kur te seksi. Tani për mua ky duhet jetë red flegu i parë fare në një marrëdhënie. Sepse midis një dyshe jetë shumë gocë që janë të dy straight, ti patjetër që në fillim fare ka absolutisht të hedhura, ka lidhe tension seksual. Kështu që nëse nuk ka tension seksual, motor Po edhe e kupton, thu, ky pas ka shumë respekt, 1 herë, 2 herë, 3 herë. Në radhë respekti. Ku që ka që ky respekt, a kupton? Po mos na respektoni ka shumë, Megli. Se del pastaj, jo po, respekti. Tani 3 muaj, 4 muaj. Po hajde po ashtu, po bëjmë na sleepover party me shoqet, po bëjmë na film. Ajo goca kishte shkruar që edhe kur e kishte ftuar në shtëpi, nuk ishin, e kishte parë veten, domethënë pas shumë orësh, vetëm duke folur dhe pas një ftesë për marrëdhënie intime. Ndoshta ka pas nevojë të shprehet, mos edhe nesa pista jemi. Ndoshta ka pas nevojë për një shpatull që të shprehet. Zemra mund të çmontoj një herë emocionet, pastaj të kaloni të pjesë. Të dyja një të gjë thatë, po kjo ishte më sofistikuar. Ti ishe më brutale. Qa tha mi ka një Po shpreh Robi pas seksit, bën seks, mbaron pastaj shprehet, hallet që qëndron këtë thash hallet, po. Ideja që ndron që unë mendoj, vajza ka lek për psikologe, ka gjetur. Vajza ka thënë që folëm për orë të gjata bashk. Nuk mendoj që në disa orë të gjata të thjesht mund të flasësh pa bërë asgjë. Po mirë. Ti ndyrësirë. Citoj pak, Megli. Ka shumë shoqe gatuan, do të dali për shopping dhe bën shumë gjëra që vështirë t'i pëlqejnë një mashkulli. A mund të ndalojmë pak, ju lutem, tek i pëlqen të dali për shopping, sepse shumica e gocave ankohen që të dashurit e vet kur shkojnë për shopping, vëmendjen dhe durimin e kanë maksimumi 10 minuta dhe ato 10 minuta duke ndërë kështu. Ka lëtur ca kokën jo, më të doja ai të dali për shopping. Hajde shpejt, hajde te dyqani, një limit kohë. Ai problem shumë madh, unë për shembull nuk kam qef dal për shopping, që të eci edhe tiki diku dhe të bëj shopping. Dhe unë për shembull di që ka atë kuqet, verdh, jeshile, nuk i di këto ngjyrat e tjera. Unë shoh jeshile, por edhe ajo perja jeshile, ajo ti turkuaz do thosh ti. Unë jeshile e shoh. Ka çuna që e din. Ndoshta unë edhe ai jemi një meç. Ai mund të ishte femra në këtë marrëdhënie, unë mund të isha mashkull. Më vret su fakti që thot ka shumë shoqe dhe nuk më bezdis. Bravo. Tani një sekond më i zonj. Nëse ka shumë shoqe do të bezdisi direkt, nëse s'të bezdisi bie që ai shkon shumë mirë me to. Pendohem se një gjë të flasi dhe unë them bravo se nuk e dëgjoj fundin e fjalës. Bravo se ndoshta më lidhet me atë që doja të thoja unë, po gjesi. Bravo më dole aty ku s'dole fare, aty ku dosha. Po si jo më zemër, shoqja ai le të ketë sa doj, po mos të ketë tendenca që ngacmohen seksualisht me shoqen. Po jo, ishte ku shefi tani që ai të ketë shoqe dhe unë mos bëhem si xheloze. Ço do më mbaj gjallë mua në këtë marrëdhënie? Jo, pra, ideja që ndron. Jo, po thoja që si ka mundësi që ai ka shoqe se kur ka një xheloze, kupton? Po pra, ti me një tendencë kështu të botë. Ti ke xheloze për shoqën e atizi, bie që ai shkon aq shumë mirë me ato. Ti nuk ke asnjë dyshim se ata mund të kenë diçka. Dhe këtu ka diçka që nuk shkon. Po mirë, a mund të bëj pak avokatin xheloze për ne si panel. A ka shanse të jetë? Tani shanse ka të jesh lesbike, ku e di unë? A e lesbike? A e lesbike? Do ta një fjalë po nuk lejohet ta them në kamerë. E dua shumë mashkullin. Perni. Çfarë ndodhi që ne pinim alkool gjatë xhirimeve? Ku i? Tani pimoksi primi balajti. Oksi na ka dhënë gjithë këtë energji. Prej oksit kemi marrë këtë lloj vrulli. Gëzuar mi kema. Ishim larg por të dua. Unë mendoj që nuk mendoj që njerëzit duhet të ndahen pa folur gjërat, sepse asaj mund të ngeli peng dhe po sikur ajo nesër pas nesër ta shohë këtë djalin me një femër tjetër. Ua, po sa histori ka. Po mirë, tani ndel pyetja tjetër. Po çfarë do të thonë dhe po e pyeti, më fal, djali dashur, unë do të shoh që ti je gay. Po, ose thjesht ikën edhe nuk të prish punën se ai është me një gocë nesër, se nëse unë do të pres 4 muaj për të bërë seks me një çun, çopa.
Po pse një mashkull do të presi 4 muaj që të bëj seks me një femër? Po jo, Pse një mashkull do të presi 4? Ndoshta ai ka self respect. Ndoshta ai vlerëson Gota, shumë. më lini ti ul pak me këmbë në tokë. 4 muaj sot më zemër. Kush thotë që pret është gënjeshtar, më vjen shumë keq. Po nuk është sinqert, dëgjoj, se nuk është e puna e pritje nëna e kohës. Nuk është e pritja, domethënë kush pret 4 muaj. Është tek ajo ndjesia se ti mund të jetë tensioni, se nëse ka një nuk është se nëse nuk ka një tension seksual, është kot pastaj ti mund të presësh 6 muaj, 7, 8. Po kur është tensioni seksual, është fillim, është fillim e ti e ndjen. Çka ka Megli o Megli? Çka ka? Po që shumë sepse po mendoj, imagjino, dhe me thënë të kthehen në ato Women in Men Fields, edhe ti shkon e merr atë dhe ai thot unë kam vendosur të pres, nuk ndihem gati të bëj seks me ty në takimin e parë, se ndoshta ti në takimin e parë jo, në takimin e parë jo, po nëse meshkull do ishte femra për një ditë, edhe thonë dhe ai na thonë imagjino si do ndihesh e ai ti thonte asaj gocës, po sikur ti mos më shkruash më nesër dhe mos marrësh seriozisht për të pasur kështu do jetonin në një botë. E po kështu po shkon Blerta. Kështu po shkon, sepse kur I sillesh siç të sillen, pastaj fillojnë marrin shkëlqyesën e thonë, "Ah, okay, çka keq." E vërtet. Tani ka ardhur momenti të lexojmë përgjigjet nga Asku që kemi bërë në Instagram, që gocat na kanë thënë se si e kanë kuptuar që partneri I tyre mund të ishte gay. Mund. Okay. Dyshime ose konfirmime. Le tash. Vendosni ju, vlerësoni nga shtëpia. Më shumë trajtime fytyre se unë, më shumë shampo se unë. Gjithmonë e prisja kur bëshim gati të shkonim diku. Shumë selfie me shokun e ngushtë. Kur postonte, fryente buzët dhe seks bënim vetëm një herë në muaj. Dhe një herë që e bënim, zgjaste 1 minutë, mortja që s'më ha, thot. Njërë në muaj, 1 minutë. O, Gjesi, nuk është ajo pjesa më e rëndësishme në këtë diskurs momentalisht. Problemi është... Thuj tani që nuk të ranë sy njërë në muaj 1 minutë. Thuje, të rrim shtrem për të flasim drejt. Po, mire kam, po e tha një herë, t'ja lë që ta thot prap, e tha një herë. Mirë, Po thuja. Problemi. Ha, Blerta. Jo. Kush janë? Nuk të duket fakti që bën selfie me shokun e ngushtë dhe bën... Këtu pra do ndaloja unë. Me shokun, o kusha. Shiko se këta janë ata që vishën me Versace dhe Philip Klein me xixa. Zemra që te xixa du të dallosh. E vërtet. Se shkëlqen ti më shumë se unë. Mund të jetë për shembull, jo se ne kemi shumë qef çuna që mbajnë veten për shembull hedhin parfum. Metroseksual, ka lezet. Çfarë është kjo? Metroseksual, meshkujt që e mbajnë shumë veten. Ikën në një trip, keni të dy çantat e vogla me selfie. Jo, ama në me jo deri në këtë pikë, zemra ime po thoja që të ketë një parfum një vetë si dallon ndyshe, si Brezhnevi që mos dihet ku I fillon. Po edhe të ketë vetën më të hollë se timen, edhe të kujdeset më shumë për vetën. Më të hollë se timen se ka do të kam trash. Domethënë, më të hollë se timen, unë kam bushi, ai ta ketë akoma më bush, më kështu me qime. Tash një çantë me një çantë unë, një çantë ai. Një antidires, një parfum I mirë, një krem, një masë apo jun, kështu ti gjej. Jo, ti ket ai, më fal nëse ai nuk ka një shampo të vetë trupit, mos laj me shampon e kokës dhe trupin, ç'është kjo? Po jo më ta ket, sa njëri, po jo te ajo çanta futet gjitha, është një çantë self care, si çantat që vejnë çunat shqiptar që e marrin te Louis Vuittoni mendojnë se është për të dalë në rrugë, ajo është për të futur ato kremrat, sa e marrin në dorë kështu. Ç'është në mend, e vërtet. Për mua është një shampo trupi, shampo koke, një anë djerës, një parfum. Më falni, këtë çun straight nitni ju që ka një shampo kokë. Nuk po të them që ai të marri retinolin, të marri vitaminë C, edhe të marri se nuk mund të ndorroj kaq shumë në Shqipëri. Po pse mos ta marr apo ta ketë fytyrë rrepa që është sa nga dimë. Kanë rrepa me Megli. Kanë shumë mirë fytyrë. Një shampo që I bie nga koka te fytyra lajn shumë mirë. Edhe çik box që ti bie çik për atmosferë, pe që arrin erdhi dhjetori. Edhe fiks. Po jo, mos e bastardove fare. Fakti që ai nuk ka larës fytyrë nuk do të thotë që ka box tash se rrim rrasën. Me Head and Shoulders, prandaj është shampo kokë dhe trup me një shampo komplet. Mirë, shumë mirë, po kush bën? Oh, pereni. Bënte twerk më mirë se unë dhe bënte shumë mimika të dyshimta. Nxirrte gjuhën në mënyrë shumë dirty. Rrimte me çuna më të vegjël se ai. Ai ndërkohë ishte 35 vjeç. Dhe këta që rrinin ishin 26 e poshtë. 3 prej tyre kusho I kishte një sekond. I kishte kusho. Po, 3 prej tyre I kishte kusho dhe ata I mbante me lek, ndryshe se s'besoj që do rrinin me atë. Në seks ishte skandal. Shpresoj shumë që të kemë bërë seks,
para se ta ketë parë se duke bërë twerk, e kupton? Pse ta shoh që bën twerk pas të bërë seks me vedi të plot? Po kjo, do thaj një gjë po varja. Mund të tregoj diçka tjetër. Thonë që kush di me kcy mirë. Bravo. Thonë që kush di me kcy mirë, edhe se në tjera di mi bëu mirë. Po jo twerk o shpirt. Jo Po varet në çfarë gradi ka qenë twerku se. Twerk është grad. Partnerin tim Po besha në ka një dance off sum. Shake it me kokë. Wow, nuk e di, të kërkoj shumë ndjes kushdo që ka shkuar turkter, nuk është as pak e qëllimshme që ne të kalonim deri në këtë moment deliri, por Na vjen keq vjen Meglit, vjen aty. Na vjen keq për ty, kaq. A fakti që ai bën twerk. Bën te se tani se ka më ajo. Bën te. Bën akoma, se ka jo më pa i bën akoma, Se unë po qaj hallin asaj që ka shkruar. E prezantova me një shok timin. Dhe ra kok e këm brënda. Donte dhe ta bënte me të. Dhe mua ma bënte, jam straight. Akoma s'kam lidhje, s'do më bëj gjë ai mua, do ja bëj unë atit. Kështu isha e detyruar të shihja ata teksa binin në dashuri me njëri tjetrin. Edhe shoku i pa bes pas ka qenë, pas ka pas shefi. E po tani në këtë moment, ja t'ju bëj një pyetje ju që doli spontanisht. Nëse shoku juaj i ngushtë, gay në këtë rast, sepse nuk mendoj që ka qenë straight, të tradhton me partnerin tënd. Nga kush do mërzitesh më shumë? O pereni, o zoti madh, nuk dua ta menoj. Ç'është kjo pyetje? Kanceloj këtë pyetje. A si lloj kancelimi, Xhesi mos e ish këtë? Nga të dy më. Nga shoku. Nga shoku, vinte çmëra. Jo më Xhesi si nga shoku. Nga shoku më. Po jo më Po ti Xhesi. di që shoku është gay, po pse me timin e gjetë nga gjithë gay të tjerë mundshëm në Po Shqipëri? pse ai joti me tëndin shokun e gjeti? po pra, Nuk kjo ishte gay tjetër? Ç'në si ka se me ka bërë ai do ligej o vllan fund ditës, sa kupton? Allah na me shoku, Po ruaj. shoku është më keq është. E, shoku është më keq. Shoku është më keq. E rënd që ka nga të gjitha rastet. Të hallë, Nuk e mos di u çfarë rënd që- lexoj më, jam e shokuar. Nuk kam fjalë. S'ka më. Janë pak vulgare këto të tjerat. Ju keni shprehur një vulgaritet të majmë, por unë nuk Ato kanë thënë të vërtetën, Kanë fakt, nuk është se kanë thënë të qenë vulgare, vërtetën, po thjesht por- është pak. Jo, thjesht Jo e thash përgohët. goca e kanë kuptuar se si Edhe ai ne. ka pasur tendenca për të qenë gay gjatë seksit. Pa. Kuptoj një vetë si qysh tek, unë ka folur shumë për sot, nuk më lejon më të goja të flase. tani te twerku i lam. Te twerku. Ha. Tani imagjon twerkun gjatë seksit. E kuptoni vetë jo. Me ta thënë si me ta thënë, ky program nuk është. Mendoj që në këtë program sot Vre pak shenjën aty. plus. me tra jemi ne. Marume. Dhe unë atë po mendoja. Kam Fix. Kam më. Jo se kam turp. Ka turp. Por bëjni thonjë sa më të gjatë një marrëdhënie. O me ngje. Usha. Kat. A do pranoje ti të lidhesh me një çun që e di që është biseksual, por ty të pëlqen me vërtet shumë? Po. Nën A, po. Po. Përgjigjja ime është nën A, po. Po pse po? Po pse po? Jo, sepse mendoj që mendoj që ka dhe një anë soft edhe nuk e di, më duket shumë interesante për ta eksploruar. Po tani nëse unë kam ndjenja çaritje ka që ai është bi, s'është faja atit që ai është bi, nuk e ka zgjedhur me dëshirë. Po pra, po ti po zgjedh me dëshirë që ai ti jetë. Po unë pas kam ndjenja pra. Unë veproj me ndjenja. Logjikën e ke parë me çojë në një gjekundi të saktë. Ja, Në kaq kosa më njeh. Absolutisht. E po, I rest my case, Your Honor. If he's bi, Let bring it to him. me. Psikopate. Jo të mbylleni këtë episod. Mbylleni këtë episod. Mirë. Gjësi, kam shpresat e ty. Unë mendoj që jo. Se jo, të mejme. Nën B, jo. Jo. Se nuk do lidhesh me një çun gay? Se di. Jo gay, bi. Çfarë ishte kjo? Jo. Jo, bi, jo gay. Jo, e ke parasysh për shembull që shumë goca kur kanë shok gay, thonë që kur të shkojnë 40 vjeç dhe nëse nuk kanë asnjë partner, do i me njëri tjetrin, do përfundojnë bashkë. Kjo ndodh edhe Bëhet si Kristian. pakt, kështu e Kush e ka kupton? me meshkujt bi, ky pakti?
Unë ta bëj si pas shumë vitesh ndoshta. Po jo, lëri kjo harësime. Është i mashkull bi shumë seksi. Nuk e ke fare, nuk e Jo, njeh. jo, Të jo, pëlqen Martin. shumë, por ai në fillim të njohjes ty të tregon që është biseksual. Është një partner perfekt. Jo, po e hëngri herë thonë. Me i herë s'quhet vlla, me i herë s'quhet. Bia nuk Në goca ti kujtoj pak që në Bia fillim të këtij s'besoj. episodi tham që do ishim shumë të kujdesshëm që të mos kalojmë në Nuk është ofendim, thjesht nuk bëhet tek bia. Në as të lesbikët që mund të jenë bi, as të femrat bi, Okej. as të meshkujt bi. Mendoj që t'i vëm kapakun se po e lëm dhe çikim As të shumë të episod. lesbiket që janë bi, as të femrat që janë bi. Po e rregullova, as femrat bi, as Tani të kaloj unë të bëj Unë një besoj lojë. te bia se në fund të ditës edhe spageti kështu thot, jam straight. Sa ishte kjo? Kjo pas ka ardhur sot me një artilleri të rëndë. Është një mund ta vendos, mund të dokumentoj në YouTube me foto që ta kuptoni për çfarë po them. Okej. Do kalojmë tani në meglit e pyetësori, sepse thash ka shumë gjëra të dyshimta, sjellje të dyshimta, hince, gjëra që ne gocave mund të jemi me pikpyetje. Është ose jo gay? Dhe thash do i bëj sa pyetje të vështira këtyre gocave të mia dhe të më thonë straight apo gay. Red flag apo jo? Do i lëm kështu se mos u duket. Nëse partneri juaj do kishte më shumë shoqe se sa shok, red flag apo jo? Mendoj red flag, po ndoshta jo për këtë arsye, mendoj që ka shumë i lëvizshëm. Ku gjete gjithë këto shoqe? E vërtet, i kuq për herë. Për shumë shoqë është i kuq në çdo situatë. Shoqe kjo, shoqe ajo. A do e bënte kjo atë që të kishte orientim seksual? Jo, do mendoja që si ka pas marrëdhënien me ta. Me këto pyetje përgjigjet mund varet. të mendoja që ndoshta ka shku me të gjitha këto shoqe. Okej, nëse partneri juaj do qante me një film romantik, është red flag apo jo? Është cute. Me një film romantik po, me një film I shumë të love a man dhimbshëm. who cries. Si për shembull ajo Qelia numër 7, që ka qenë goxha i dhimbshëm, një film që të bën të qash çdo njeriu. Jo. Okej. Romantik po. Nëse partneri juaj do merrej shumë me thashë theme. Jo. Po apo jo? Jo, absolutisht Jo, jo. absolutisht me ai do derdhe çaj sa të shkojmë në shtëpi. Do bëjmë super Një muhabet. sekond. Super muhabet. Po jo, ju e keni ai mos parë- ke tash interes. Ju e keni parë memen që thot unë i dashuri me harron çfarë unë i them. Unë jam duke i treguar një thashë them dhe ai është, ose kur çunat për shembull çunat straight, kur ti ju thua merre pak vesh pse ishte ndar ai dhe thot po ishte ndar, ku diun. Po pra, Se po di se unë vdes pyeta. të shkoj në shtëpi, unë kam shokët që mblidhemi edhe me Kristin dhe unë shkoj në shtëpi them, ça do ju them. Ata nuk kanë interes, nuk i njohin fare, por janë të investuar për momentin. Nëse partneri do ju thoshte për një mashkull tjetër që i duket shumë seksi. Gay. Absolutisht. Gay? Ju do pyesni çfarë problemi ka se edhe ne si goca themi që këtë gocën e kisha ashtu E i them herë. edhe unë këtë. E themi Dafina këtë. Zeshirin për shembull. Po, ka ca goca. Po, Ajo goca e mund. nëse ta bën lesbike në fakt. Ato mos e thuj ti. Ja, Mo- s'ka lezike. Jo s'ta bën. Da bële lezike. Megli? Ja, Nëse partneri juaj do ishte ishte do shumë mashkull. a ishte nevoja ta qartësonim Jesi? Jemi bashkë deri në fund. Nëse partneri juaj do ishte më entuziast se ju pasi keni bler një veshje të re dhe t'i fulloj detajet. Më fal, pse është aq entuziast? Do të ma veshim çeftas? Ua, zemra gjithmonë kam dashur një xhaket kafe për ty kam Jesi? dashur. Shpejt. Se di, ndoshta i kuq. I kuq. Nëse ngjyra e tij e preferuar është ngjyra pastel. Për shembull. Çfarë është ngjyra pastel? Pastel roz, pastel jeshile, në Po që pastel roz nuk quhet, edhe butës i pëlqen ngjyra roz. Kush tha? Por, përderisa ai e di çfarë është pastel, aty është red flag. Aty Nuk është- është e aty është. ngjyra. Da pra do thoja. Unë nuk e Ku e di di çfarë ai është që- pasteli, Se ku e po mësove ka ti. angusht tek buta dhe E, ngjyra të kava angusht, e dia që të kavi angusht. Por aty, po, te pasteli është problemi, e E vërtet. pasteli. Unë mendoj që në fund të ditës varet. Bëni çfarë doni, varet, por unë them që e mira është që ne të tregojmë të sinqert në radh parë me veten tonë, pastaj edhe me personin që ne kemi po njohim ose me partnerin, sepse në ditët e sotme shumë njerëz nuk po ju intereson më se çfarë je ti, çfarë seksualiteti ke, pranoje veten ashtu siç je. Nëse ti je një mashkull me orientim homoseksual, unë dua të kem shok të ngushtë, gjithashtu edhe gocë, kështu që nuk ka asnjë problemi. Unë gjithmonë gjithë jetën time kam patur, thoya gjithmonë që dua të kem një shok gay. Janë shumë të mirë, unë vdes të kem
shoh gay. Unë e dua Është shumë. interesant dhe funny. Sepse moto ime është I do it for the girls and the gays that see it. Por ideja është për ajo që tha Blerta, për aq kosa ti je i vërtet me veten tënde dhe e do veten tënde, nuk ke pse ndikohesh nga faktorë të jashtëm dhe se çfarë flitet ose thuhet për ty. Dhe në aspektin e familjes, avash çdo gjë nuk është asgjë, domethënë një inat i përjetshëm. Në fund të ditës, Ti do dashuria, sinqeriteti janë ato që e mbajnë një marrëdhënie pa bagazhe dhe sidomos të kesh një njerëz që flet si për teje si Gjesiana në çdo fjalë që ti thua. Siç e shikoni, kjo është një treshe shumë e bukur, por njëkohësisht shumë kaotike në një temë siç ishte kjo sot. Xhesi, ti çfarë mesazhe ke? Episodi 13. O, 13 nuk më pëlqen shumë si numër. Episodi Megjithatë ne bëm shumë mirë. Të lutem, a mund ta mbyllim me shprehjen e Xhesit me këmbë me mend në kokë dhe Këmbë në tokë ose jo. Shihemi episodin e radhës. Mos harroni të dashuroni. Këdo. Filloi limiti. Ándale.